Edhe thuju se bani tauba, Allahu ju dën me dur për pjet, mas ti gabimi edhe thuni la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Thuj prap thuj. Thuj se ke bo gabimin që meriton me thonë këta prap. Unë e di ku janë rënjët. Ne e dim ku janë rënjët. O xhamati ndershëm, nuk ka let. Pin vitin 1917 këblën e kitë në rrugë, ta ka ndru halkit. Këblën e mendimit e kam fjallën, jo të namazit. Pin vitin 1917 me revolucionin rus, ka ndru këblë atë menduarit. Loj në gjire të kanë gjitë. Kush ka mujt ta kanë gjiros këmishën e bardh? Kush ka mujt? A këta s'ka nevojë shpjegim se këta e din ti edhe baba jot, edhe gjali jot edhe vllau, të gjithë e dini. Po merre këmishën, çoj rani gong. Rani gong, të më falni se s'ka shqip, në pastrim kimik. Të më falni. Çoj të pastrimi kimik e kanë gjirat këtë veshet bardh. S'kushton kur gjo me 10 miliardë vesh këmishën. S'kushton kur gjo fare. E vesh bardh dhe kallzoj botës, nuk du me prek më kur kushtu. Kjo janë këmisha jeme, po unë e di, në vitin 90, sa e lajtë ti këmishën pak, unë e di, sa e lajtë ti këmishën pak, ato 50 qerë me fërë që ta banën këmishën halë, unë po të qatë shiki këmishën. Ta kanë gjy këmishën njëna parti me njërën e vetë, qetra parti me njërën e vetë, njëna shoqat me njërën e vetë, qetra shoqat me njërën e vetë, nobelistat me njërën e vetë, karieristat me njërën e vetë, pesimistat e kanë në njërën, optimistat i ka në njërë. Kush kam rita ka vu në njërë? Ato s'pët lonë me hestit e mizë. Thuj mëra vlavë jam, meri 10 miliardë unë po të japë. Atë shkona një gunga gjithë dhe thuj, pastrëm na këtë këmish, pastrim kimik, se mos ka mundësi që tërkush me nxi bojën e vend ta. Boja jone e bardhë. Njëra jone e bardhë gjëmot. Gjibrili a.s. Erdhe Rasulullah a.s. Hazreti Umeri e transmitoj këtë hadith. Tha erdhe ajit e Rasulullah a.s. Tha shedid, i fuqishëm. Tha shedid, i fuqishëm. Tha robot i kishtë të bardha. Beadu thjab, shedid, se wadu shar. I kishtë flok të zeza. I kishtë flok të zeza. I kishtë robot shumë të bardha. La jura alehi atharu safar. Tha s'kish farkema as gjurma që kish udhtu prej dika. Erdhe ullë para pejgamberit gujza. I kishtë robot e bardha. Kjo në gjira jonë. Edhe ngjyra e ideve tona është e bardhë. Edhe ngjyra e këshillave tona është e bardhë. Edhe ngjyra e parimeve tona është e bardhë. Po mos lejo mo. Thuj mo boll. Unë do të tregoj diçka. Në 2010 ka me ndru sistemi prap. Në 2010 që këtë sistemin demokratik që po e përqafojnë njerëzit edhe po vdesin për ta kanë me pështi. Në 2010 po më duket larg, po 2010 është dita e fundit. Nuk jam vizionar, as nuk jam paragjikus, as se kam hoxh dhe Sadamusit, as që kam dëshirë me lexu diçka prej ti. Po unë po tham, në 2010 kanë me pështi që ki gjemat sistemin demokrat. Unë po pesa thu. E pështinën sistemin mretnor, edhe e pështinën sistemin socialist, sistemin komunist e pështinën, edhe ata. E përqafojnë sistemin demokrat, kanë me pështi edhe 15 vite me radhë. Shka do të përqafojnë a thu? Çka do të përqafojnë, ka do të bojnë sistem, me shka do të rregullojnë jetën. Nuk flen shejtani edhe atëherë, a janë ati prap, a i do t'i inspiron xhamatin e vetë me i nxit një emën ati sistemi, e unë mendoj se atëherë do t'jesin vetëm 2 ball për ball mo. Vetëm 2 sisteme ball për ball. Sistemi i Allahut edhe sistemi i djallit. Këto do t'jesin ball për ball a ditë. Shejtani do të thotë gjithë një emnin sistemi shejtanistik. Se kja është për ta përqafu. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ndez lamën e vetë të fenerit. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka emnin Kurani Kerim. Këta gjematin dershëm me 2010 do ta përqafojnë Gjermanët. I pari popull në Evropë Gjermanët do ta përqafojnë. Mas Gjermanëve Anglezët, mas ative Francezët. Edhe tashti unë nuk e di mo ndimi e vetën kur ti ke dikush pineve ku do të zatete. Do t'iket, edhe atëherë do të ketë njerëz ka do t'iket. Ku do të shkoja, thu? Do të shkoja në London, ta gjoja Jusuf Islamin të e falë sunetin e qindijës. Shkoja në London larg, ta gjoja Jusuf Islamin të i dhonë fitrat në Ramazan. Edhe të shetit me kapuç të barë,
tenteneve na për London me kerën 1 milion herë më të bukur se tonin. Të shkojnë në London të gjojnë Jusuf Islamin, e ka hek në meshtajnë të shpije, e ka bo sobën me shilte. Atë në meshtajnë që i kishte 4 milion funta sterlinit.